Miq të Piskut, ju përshëndesim. Jemi këtu me dy atletarë, me dy shqiptarë, me dy njerëz që duan këtë vend për të prezantuar një nismë të re, siç është televizioni, çarmëria dhe nisma për të dashur këtë vend, për ta mbrojtur dhe për të rikthyer besimin tek shqiptarët, për të marrë fatin e tyre në duar, për ta bërë më të mirë. Ashtu siç është presidenti i çarmërisë, zoti Tasim Mehmeti, dhe ministri i tij i luftës, ku do të prezantoj më shumë dhe të na japë më shumë detaje për atë se çka ka bërë ky zotëri këtu i nderuar për vendin tonë, për Shqipërinë dhe për shqiptarët e Kosovës, që sot më shumë ti po mundohen të ushqejnë për çarje. Dhe gjithë fjala është për ju. Faleminderit shumë për kontributin dhe për mesazhet që përcjellni. Mirënjohje. Sot jemi një intervistë dhe është një ditë e bekuar nga zoti dhe nga shqiptarët dhe djemt tanë shqiptarë dhe vajza shqiptare që po ngrinë një frymë patriotike kombëtare. Lajmi është ky, që sot filloi nga puna të vë çamëria në tokën mëm. Ahmet Çaveli është zëvendës presidenti dhe ministri i luftës pranë Republikës Çamërisë. Ahmet, unë të falenderoj, të jam shumë mirënjohës për lëvizjet e tua të fuqishme patriotike. Ke luftuar në Kosovë, Ahmet, thuana diçka nga e lufta në Kosovë. Sepse ne nuk jemi për luftë në çamëri. Në Kosovë ashtu erdhën situatat. Unë e kam thënë dhe ti e ke thënë gjithmonë më mbështet që ne çamërinë do ta marrim me paqe me vallën Osmatakës. Faleminderit, Zoti bekoft ty dhe familjen tënde dhe biznesin tënd vëlla. Po ishin vitet e vështira kur i ndjeri Ibrahim Rugova folte për Kosovën, por juntën ushtarake që regjimi serb trashëgoi vite e vite në Serbi, në Kosovë, në Shqipëri, në Ballkan, bashkë me regjimin rus. Por njerëzit nuk besonin, vazhdoshin grevat në minjerën e Trepçës. Po le të bëjnë ato grevë, Slobodani ka hallë mos i shkojnë në Beograd, po në grevë le të rinë atje. Le të ngorohen shqiptarët. Vazhdon vitet. Hynë edhe trazirat e fuqishme të vitit 96 dhe 97, ku nisi lufta ballkanike. Por, falënderimi më i veçantë që Shqipëria është edhe sot gjallë, i takon kryeministres turke, që në rolin e saj ndaloi një herë për gjithmonë luftën ballkanike. Vazhdoi viti 98. Vazhdoi genocidi serb, më i fuqishëm se genocidi çam, ku gratë e motrat shqiptare Kosovës shikonin se si... Zoti minister, më fal. Ti ke një kontribut i jashtëzakonshëm dhe ti ke lënë, ke ecur në gjurmët të parëve dhe fëmijët tuaj do jenë krenar nesër, se u lë një pasuri të madhe kombëtare. Por më pyesni shumë mua dhe më thonë që ç'ne Ahmeti, një zotëri patriot nga Pekini, ish bashkuar kësaj lëvizje për shtetin e Çamërisë, Republikën e Çamërisë. I ndjeri gjysh ka luftuar shumë në luftën e Shkodrës me serbo-malezest, ku Pekini, si tref paqdashe, ka marrë pjesë masivisht, sa që Serbia arriti me thonë, ore, pse nuk pushtoni Pekinin? Ç'pun keni me Shkodrën? Pushtoni Pekinin që të merrni Shkodrën. Por kur pyesi gjyshin, thoshte, po pushtu Shkodra, Shqipëria do shuhet. Nuk do ketë më emër shqiptar. Duke u nis nga kjo, erdhe lufta dytë botërore, masivisht, gjyshi, babai, Xhaja, gjithë treva Peqinit mori pjesë me të majtë dhe me të djathtë. Si qetat partizane, ashtu dhe balli kombëtar dhanë kontribut mjaft madh për luftën me italianët, me gjermanët, ku fshati Shërnkoll majti numrin 2, mas Barovës, u shquash fshati Shërnkoll i Peqinit, ku nuk u vranë shumë, 26 burra, gra dhe fëmijë dhanë jetën. Kam qenë në shtëpinë e parëve të... Folen shumë pak për këtë masakër. Por hazmi ngelet hazm. Duke pa si gjithë rritë. Isha i ri atëherë, në luftën e Kosovës. Atëherë
fillun të kryon qetat në Shqipëri. Fillun të vinë vullnetarët. Në fillim ke ura Dajlanit. Pastaj u postun ke Bryli Vogël i Alidemit. Tu ishte qendra e rekrutimit. Pastaj vazhdon Kuks, pastaj vazhdon Borrell. Si që vazhdojnë e sot, Ahmet, më falë, Nuk po flas. Zoti Ministër, më falë. Organizimin e luftës në Kosovë, sepse këto janë ende sekrete. Është e vërtet. Janë ende sekrete. Se vazhdojnë... Dini diçka nga këto sekrete që thoni? Po. Për çfarë sekretesh bëhet fjalë? Po arriti me vrarë Ministrin e luftës në Tiranë. Që edhe sot është enigmë. Ministri i luftës në Kosovës u vran në Tiranë. Bujar Bukoshi. Jo, u vran në Tiranë, edhe sot nuk folet për Ministrin e luftës në Kosovës. Unë kam pas shoferin personal nga Deçani, me emrin Isufi. Personal, kam uhtu me familjen e këtij në kthim në Deçan. Në Krushë të madhe, ku Krusha madhe është shumë fare si qytet. Ku kemi shumë kujtime të hidhura. Asnjë nuk besote që Kosova do bëhet shtet, që Kosovë do shkojmë të lirë. Mirënjohje të parë. Kam marrë pjesë në 100 vjetorin e pavarësisë në thyrën e Traun Marin, kur Traun na dublun, na vun një Traun Marin edhe një Traun na vun i Çet Kastrati. Vetëm që dy republikat shqiptare mos bashkohen, mos kesh bashkëpunim, ta bëjnë sa më të vështirë. Për atë vend që ju luftua deri të gjak atje, ato sot po ndajnë akoma politika jonë shqiptare. Akoma më shumë. Akoma thonë të falim Troje. Po ku falin Troje? Ku të falë shqiptarit Troje? Ke molla kuqe, akoma hapet dasma me helikopter. Ku Kosovën e lanë edhe pa flamur. E vendosi Europa si desh flamurin. Nuk ato vetë njofin flamurin kombëtar shqiptar. Ato vetë. Kurse Zoti Ministër, a ka vlerë ajo iniciativa juaj, sakrifica që keni luftuar? Patjetër. Duke parë se çka po ndodh. Ne si Shqipëria e Mesme kemi edhe dëshmorin Kavaj. Po, Dricar. Bashkë me mua ka udhëtuar Dricara. Kemi edhe dëshmorin. Nuk më hot historia, po. Bashkë me udhëtuar me Dricar. Që nuk më hot historia. Është e vërtet. Është i klani serb, vazhdon lojën e vet. Vazhdon akoma klani serb, thonë? Vazhdon lojën e vet. Për çan nacionalistët me mënyrat e veta, nuk votohen ligje, nuk votohen rezoluta, që është një faj i rënd për kombin shqiptar. Akoma më tepër edhe politika jonë shqiptare e shtetit Shqipërisë shumë ndame, që përfiton shumë nga kjo Serbia, përfiton armiqt. Maqedonia, që është shtet shqiptar mbi 50%, folet gjuhën shqipe, dasmat hapen me himnin kombëtar, fëmija lind me himnin kombëtar, shtëpitë ndërtohen me himnin kombëtar. Tani, le dalim pak më konkretisht tek ajo se çka po ndodh sot. Çfarë po ndodh me këtë se çka keni reformuar ju? Pra, partia e Çamërisë, Republika Ne nuk kemi parti. Ne jemi shteti më i ri në Ballkan dhe në Europë, që quhet Republika e Shqipërisë, që folet vetëm një gjuhë. Shqip. Lekut i thon lek, bukës i thon buk. Nonës i thon non, babës i thon bab. Këtë mos harrojmë. Ne jemi vetëm shtet që duam paqë universale. Mos të paguajmë sa ka pagu Kosova. Në qovë se Greqia nuk merr vesh, Greqia na ka bojë nerë. Siç na e boni Turqia me Skënderbeun, Greqia pa në stërvit ushtarët dhe oficerat tonë për ditë. Shteti shqiptar bashkë me NATO e hoqi ushtrinë shqiptare me detyrim. Greqia e mbas 19-s. Greqia të rive tonë jo boni me detyrim. Po ky është i neri mos si po na bon. Se ne po shpenzojmë shumë pak.
Greku po shpenzon më shumë. Po, vizitën e Spiropalit, ministrës së jashtme, na thuaj dy llafe zoti ministër. Si e shikon ti? Tani ministra e jashtme e Shqipërisë për Europën, me qenë se ka edhe origjinën nga shteti mami Çamaris, nga nona, duhet ta shikoj mirë këtë punë. Sepse është i vetmi kom Çamëria që nuk ka një varr ku të qaj. Do të shkosh të qash, ke varri nans, ke varri babs, ke varri gjyshes. Nuk qa do të. Për emocionet më falin se... Po normal. Sepse kjo është... Edhe edhe duke pa shtetit e Republikë Çamërisë, ke 4 rrugët, që i thomi gjuhën popullore, ke 4 rrugët e Shijakut, që se merë asnjë lloj lije, i ndjeri Festivilato, krijoi për herë të parë shtetin shqiptar, shtetin e ri ballkanik evropian paqësor, Republikën e Çamërisë. Për kujtesën të falenderoj. Shteti shqiptar duhet urgjencisht të japi pasaportat e Çamërisë, që u ka marrë me dhunë, të kthej pranën, të kthej dignitetin, të hiqet ligji i luftës. Shtet antar i NATO-s me ligj lufte. Ka koma shtet shqiptar i NATO-s me ligj lufte. Ç'është ky ligj i luftës? Përse duhet? Ne kemi marrëdhënie të mira. Bidës ne kemi shumë shqiptar që kanë marrë pasaportën secili greke. Besoj se më fal. Shuhen në sporte, në shkolla, në gjithë kanë dhënë kontribut. O Ahmet, kanë dhënë kontribut në Greqi. Shteti grek pse ka frikë kjo? Pse nuk e lëshon? Pse nuk e lëshon Republikën e Çamërisë me paqë? Tani me qenë se ne për herë të parë na hapet edhe performanca e televizorit Çamërisë, zëri do ngrihet, shqiptar duhet të ndëgjojnë që pa Çamëri Ballkani nuk ka asnjë paqë. Për ditë i vështirësohet puna, për ditë i vështirësohet frymëmarrja. Nuk ka frymë shteti grek as Europa. Europa duhet ta kthej borxhin e vjetër. Ç'është ky që thotë falim detin? Ku është ligjukja të falim detin? Qa na ka falë bota, ne që po i falim detin ne? Sa faj ka politika shqiptare ndër këto vite? Po në vitin kur ishte Sali Berisha, po i shprehi me gjuhën popullore, kur ishte gjallë, unë isha një nga ato me Muslim Pashajn, që i bëm ankesë gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese rrëzoi detin. Mreti jon thot ta çojmë gjykatë, po çdo çojmë gjykatë, deti është jon, e ka emrin deti jon. Nuk thot deti i huaj. Kur ka emrin deti jon, është joni. Pastaj bëhet fjalë për 12 milje në gjatësi. Po këto s'përmendin gjallësinë. Sa është gjallësia e këtij deti, sa është i gjerë, se nuk është thjesht një korridor. Që po falim një korridor, ne le të kaloj. Komshiu janë. Po këto s'din sa e kanë gjallësinë. Ktu është kryesorja. Zoti gazetar, problemet dolën. Pra, kjo duhet pa holl e më holl. Shteti jon ka përgjegjësi të madhe. Zoti ministër, më falë, besoj se problemet dolën, diskutojnë, të falenderoj për koreksin, dëshmërin edhe besnikrin kësaj qëzje Çamërisë. Sot nuk është rasti kjo data 16 dhjetor, që sot Ministria e Jashtme dhe Europës Spiropali po bën një vizitë në Greqi. Kjo u shënua në historinë e popullit shqiptar, e kombit shqiptar, njëkohësisht e të popullsisë çame të vuajtur, të persekutuar, të cilët ne po punojmë me mjete diplomatike, politike, juridike, lobimi për ta marrë Çamërinë me paqe, jo me luftë, nëse bëj një krahasim si në Palestinë. Jo, ne kemi punuar në Greqi, populli s'kan faj, populli grek i duam dhe na duan. Por politika është që i bën këto rëmuja për interesat e tyre që nuk po hin detaje. Unë të falenderoj zoti. Politika greke po punon për interesat e popullit grek dhe të politikanëve grek. Po politika shqiptare, çfarë po punon? Politika shqiptare sot e ka marrë mesazhin, nga miq, e ka marrë mesazhin nga miq tan perëndimor dhe amerikan njëkohësisht, që do të thotë që edhe Edi Rama, që është në televizje, njëkohësisht Partia Socialiste e ka në program zgjidhjen e çështjes çame. Që do të thotë që ata po lëvizin, po punojnë bukur, por në mënyrë diplomatike të heshtur, pa krijuar zhurma dhe destabilizime. Kush kërkon të destabilizojë Shqipërinë, ai largoheni sepse ai nuk është shqiptar.
ky shekull punon për shqiptarët dhe në trojet tona do vemi ne me diplomaci, nuk do vemi me luftra, absolutisht. Politika shqiptare sot është e integruar, është e përgatitur. Ju po thoni si presidenti i Çamërisë, i Republikës Çamërisë, po thoni me diplomaci, ndërkohë që në krah keni ministrin e luftës. Si e shpjegoni këtë? Jo tani, neve i kemi gjitha strukturat. Si do të vinë situata, ai ka programin e tij. Mos mund t'i futem në moment, shiko. Unë komunikoj dhe me UFO dhe alienët dhe inteligjencën artificiale dhe më thanë kështu, zoti president ti the në 2025-ën Çamëria do vjen 31 dhjetor, do vende vendi. Kjo nuk realizua. Atëre neve ty do jesh ushtari jon, do jesh në ushtrin qëllimtar të Çamërisë, në ushtrin qëllimtar të Kosovës dhe ushtarë të tjerë që do bëhen gati për luftë. Jo se unë jam i shkarkuar, por na desh diplomacia, ty do futesh dhe do më treguar modelin e Ibrahim Rugovës me që diskutoj vajte në Serbia me Miloševićin. Kështu që unë në mos një formë, unë nuk e dëshiroj të futem me luftë atje, por grekët mos e morën këtë mesazh, nuk është faji jonë. Greqia pastaj do shkërmoqet më keq nga Serbia. Republika e Çamërisë, vetëm ju si president keni komunikim me UFO-t apo edhe ministrat? Keni komunikim me UFO? Ka dhe shumë biles amerikanët e menaxhojnë bukur këtë pjesën e UFO dhe alienëve. I kenë Tiranë këtu, ata kanë mendojnë këtë që pa sistemuar Tiranën demokratike me vizion për shqiptarët, luftë kundër korrupsionit dhe shumë ose zëmna këto emra. Kështu që ata janë në administrat, janë tek Spaku, janë në kryeministri, po punohet fort. Në qoftë se erdhën 5 në fillim këtu, tani janë bërë 50. Ju po thonë që po punohet fort, pa ka rezultate konkrete? Po patjetër, po ti shikon çdo ditë tani Spaku po bën një punë, drejtësia shqiptare po bën një punë, por këta janë korruptuar në mënyrë më makabre, që dojnë që kujdese, sepse këta duke patur paran, fillojnë pastaj lëvizje destabilizimi. Duke hequr një tull çdo ditë. Dhe bie vetë ndërtesa. Falenderoj për intervistën, zoti Bekov. A keni një mesazh fundit ju si ministër i luftës? Unë uroj shtetit shqiptar për këto festat e fund vitit të jenë sa më të bashkuar, me qenë se kombi jonë përbohet nga bashkëjetesa fetare, kur katolik dhe ortodoks, musliman dhe bektashi janë bashkë pa urrëtie, pa përbuzje. Këtu kemi dhe herojt tonë kombëtar, Gjej Kasioni dhe Skënderbeun, tu kemi mbretëreshën shqiptare Nën Terezën, që ka luftu vite dhe jetën për paqen botërore, për paqen në Shqipëri. Nuk ka gjë më ëmbël se paqja. A kemi ne njerëz që trashëgojnë ta heronj? Kemi si skemi. Skënderbeu dhe Nën Tereza? Po kemi si skemi, vazhdojnë. Po vazhdojnë për ditë, lini 3, do iki Brezion, do lini Breziri. Është e vërtet. Kombi shqiptar është kom i lashtë, është kom i shuar që nuk njeh luftë, njeh vetëm paqe dhe dashamirësi, nuk ka pushtu një komshi. Nuk është kom që vjet, nuk është kom që urren fqinjët. Ka zëra që thonë që ju, le të themi, i mshoni më shumë pjesës paqes për shkak se nuk jeni të gatshëm për ta përballur armikun. Ne jemi më tepër se të gatshëm, por nuk duam të humbim jetë njerëzish. Nuk duam që Ballkani dhe Europa, Serbia dhe Greqia të kenë fatin që pati Serbia dhe Kosova, duke fut edhe Bosnjën e Hercegovinën edhe shtetet tjera, që shkuan në varre masive, në makabër, në gjithë, humbi ekonomia, humbi jetë njerëzish, po ka humbur dhe Serbia vetë jetë njerëzish. Pse? Kur çdo gjë ndahet me paqe. Nuk është koha për luftë, pra. Po s'është koha për luftë. Nuk na intereson shqiptarëve. Nuk shikon njëri në luftë. Na intereson lufta neve. As i shtet. Absolutisht. Asnjë, po humbi jetë njerëzish çfarë? Po humbi jetë njerëzish, bie ekonomia, bie çdo gjë, krijohet hasbëria. Me hasbëri nuk zgjedh gjë. Drejtat tona fillojnë lëvizje. Grekët e dinë shumë mirë. Po ka vullnet, ka zgjidhje. E dinë mirë. Edhe grekët mos kujtojnë se shqiptarët janë, mos ta them shumë herë këtë pjesë, shqiptarët janë të integruar sot. Si popull lëvizën në Europë, lëvizën në botë, lëvizën andej, politika shqiptare është e integruar, nuk janë mata politikanë, i shikojnë gjërat në bashkëpunim me mjete diplomatike. Shpresoj shumë gëzuar shqiptar, festat e fundvitit dhe njëkohësisht edhe Krishtlindjet të bashkojmë bashkë njëri tjetrin, të mbajmë familjen fort, se na familja fillon kombi, pavarësisht se ushtallarët na kanë krijuar të lashje probleme, po njerëz se mençur dinë të sistemojnë gjërat. Faleminderit zoti Bekov. Do të agjendën kundër familjes, patjetër, po smerremi, ne i kemi deklaruar, ne jemi konservatorë. Ne jemi kundra një herë për gjithmonë. Ne njohim
Kundra një herë për gjithmonë. Po parlamenti e kaloi me 70. Po le tani që bëri tani ai do vinë ca të tjerë ta heqin ande. E futi Begaj nuk e firmosi as e dorëzoi as e ktheu mbrapa, e futin frigorifer në ngrirje atje, do vinë ca ustallar të tjerë dhe po ta nxjerrin frigorifere. Është politik, jo, është politik. Kështu duan interesat e politikës, do kënaqen ca kështu. Mirë, të falenderoj. Ju falenderoj shumë. Edhe suksese drejtori i përgjithshëm i TVÇ-s, suksese dhe zotit Bekoft, se je i bekuar nga dy njerëz të ndershëm. Suksese televizorit ton, suksese edhe jetë sa më të gjatë. Urime për misionin e vështirë që keni marrë. Faleminderit.